Lulzim Peci, drejtori i Institutit Kiprit, komentoi dërgimin e forcave ushtarake në veri të Kosovës, duke theksuar se ato nuk janë trajnuara për ruajtjen e rendit dhe ligjit. Sipas Pecit, Kosova nuk po përballet me një sulm ushtarak të drejt nga Serbia, dhe as në këtë kontekst dërgimi i forcave ushtarake në veri është e paarsyeshme, përderisa nuk ka një kërcënim ushtarak konkret. Ndërkaq Albin Kurti po e pret certifikimin e rezultateve për të përpjekur më pas që ta bëjë qeverinë e re, për cilën vetëm deputetët e partisë së tij nuk do t'i mjaftojnë. Kryeministri, i cili duhet të gjejë partner nga ana opozitarëve, të cilët i quajtja Jaivan, kur partia e tij doli e para në zgjedhjet e 9 shkurtit, ta se nuk ka ndryshuar qëndrim ndaj kundërshtuesve. Megjithëse shtoi se do ta formojë qeverinë e re, për koalicion qeveritar, kryetari i NISL-s Fatmir Limaj është shprehur i hapur më herët. Pas deklaratave të fundit të liderit të LVV-s, ai nuk ka folur. Komisioni qendror i zgjedhjeve po i numëron votat e fundit, ndërsa partitë politike e dinë tashmë se nga sa deputet do të kenë në legjislaturën e re të kuvendit. Pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka 40.21% të votave, aktualisht dhe pritet të ketë 48 deputet në kuvend, të pamjaftueshëm për ta krijuar vetëm me pakisat jo serbe qeverinë e re.